Sulmuesi i kombëtares së Kosovës Edosh Xhegrova ka udhëtuar drejt Torinos me njëherë pas ndeshjes ndaj Zvicrës, duke shfrytzuar një aeroplan privat. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës në ndeshjen e luajtur në Shiun e Rep të martën mbrëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arriti ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Në ndeshjen ndaj Zvicrës, Xhegrova mori minuta më shumë se sa në ndeshjet e kaluara pasi ka filluar të marrë formë pas lëndimit që i zgjati thuajse një vit. Për të qenë më i freskët dhe më i gatshëm për ndeshjen e fundjavës me Juventusin, Ylli Prishtinas ka udhëtuar menjëherë pas ndeshjes drejt Torinos me një aeroplan privat. Nuk ka informacione ende nëse ky aeroplani është dërguar nga klubi italian apo është paguar nga vetë lojtari, por kjo pak rëndësi ka. Mbrojtësi i kombëtares së Kosovës Albian Hajdari i ka dhënë përkrahje Granit Xhakës pas pritjes jo edhe aq të mirë në ndeshjen e mbrëmshme. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës në ndeshjen e luajtur në Shiun e Rep të martën mbrëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arritën ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Megjithatë, ylli shqiptar i cili mban fanellën e Zvicrës Xhaka nuk u prit edhe aq ngrohtë nga një grup i tifozëve në stadium, të cilët vendosën ta vërshëllejnë pas çdo prekje të topit. E gjithë kjo vjen pas disa deklaratave të mesfushorit të Sunderland kundër Albian Hajdarit dhe Leon Avdullahut, të cilët lanë fanellën e Zvicrës për të përfaqësuar Kosovën. Por ishte pikërisht Hajdari i cili i doli në mbrojtje pas ndeshjes, duke postuar një fotografi së bashku me Xhakën dhe Avdullahun me një mbishkrim: "Ne jemi një." Kjo fotografi u shpërnda edhe nga Avdullahu duke treguar që edhe mesfushori e përkrah dhe nuk ju ka mbetur as pak hatri nga deklaratat e bëra. Fotografia u rishpërnda edhe nga vetë Granit Xhaka më pas.